Erdhi I fundit, por ishte I vetmi që foli. Në kongresin e 5 të BDI-s, kreu I kësaj partia Ali Ahmeti nuk u përshëndet me të gjithë. Teuta Arifi nuk ishte prezent, ndërsa Musa Xhaferi, Blerim Bexheti, Rafiz Aliti, Bekim Naziri e disa të tjerë, që deri më tani mbanin funksione të larta, madje nuk u quan as në këmbë. BDI paralajmëroi ndryshime rrënjësore dhe reforma në parti, por kryesinë qendrore mbetën ta zgjedhin organet e partisë në një mbledhje tjetër që do të mbahet në selinë e partisë. Garda e vjetër që kryeson 2 dekada, jo zyrtarisht mësohet se pritet të hidhet përgjegjësia për rezultatet e dobta në zgjedhjet lokale, duke I larguar nga funksioni anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës Musa Xhaferin, anëtarin e Këshillit Kombëtar Sadullah Duraku, sekretarin organizativ Blerim Bexhetin, anëtarët e kryesisë qendrore Teuta Arifi, Fatmir Deari, Bekim Neziri, Xhevat Ademi e të tjerë. Por Ali Ahmeti rizgjedhet për herë të 5 kryetari integristëve, duke mos pasur asnjë kundër kandidat. Ai shpalosi 4 rezoluta që të ndërmerren në të ardhmen. Barazi funksionale dhe kohezion shoqëror në frymën e marrëveshjes paqësore të Ohrit. E para, zgjedhja e qeverisë me shumicë të dyfisht badinteri ekzekutiv. Propozojmë që çdo përbërje e re qeverisë të marrë besimin e kuvendit jo vetëm me shumicën e deputetëve, por edhe me shumicën e deputetëve të komuniteteve jo shumicë. Zbatimi I parimit baditerit në gjykatën kushtetuese. Ligjet që miratohen me shumicë të dyfisht në kuvend në bazë të parimit baditerit nuk duhet të rrëzohen në gjykatën kushtetuese pa shumicë të dyfisht edhe në radhë. Propozojmë një fazë të re të decentralizimit funksional dhe fiskal, me transferim të mëtejshëm të kompetencave në fushat e arsimit, shëndetësisë, zhvillimit lokal dhe administrimit të pasurive publike. Kryetari Ahmeti tha se shteti mund të jetë I qëndrueshëm dhe funksional vetëm nëse mbështetet mbi përfshirjen e të gjitha komuniteteve në frymën dhe përmbajtjen e marrëveshjes kornisë të Ohrit.